Se ka një zhvillim që se të ka ndodhë brenda lëvizjeve të vendosje, i cili është diskutuar për mundësinë e një mandatari dytë, nesër është këshilli i partisë, i cili me gjasë do të vendosë për një emër, por kjo çështja e emrit sipas meje më shumë shkon në idenë e asaj blerës së një 15 ditë të radhës për e thashë përsëris me ri paketu fajtorim se vendim dhënë po shkon në zgjedhje. Por sot çka është informacioni i ri, po jap sa shtri, është që Glau Konjufta ka refuzuar me marrë mandatimin e jo është ofru, por ka refuzuar me marrë mandatimin për me shku drejt sigurimit të 6 niveleve. Tash do të shkojmë në emër 2, 3 ose 4, nuk e di. Personalisht mendoj që mirë ka bëjë që ka refuzuar sepse nuk ka, unë besoj që zoti Kurti nuk ka interes të bëj dhe nuk dën me bëj qeverinë këtë fazë dhe jo sidomos para zgjedhjeve, kështu që gjithçka që ndodh është pjesë e një mekanizmi elektoral kushtrim në cilin synohet sa më shumë të shkohet drejt asaj propagande dhe të bindin njerëzit që fajtor për zgjedhje janë parti tjera dhe jo lëvizjeve të vendosje. Nga ana tjetër vazhdoj me insistuar që partitë opozitare po bëjnë shumë gabim që po shfrytëzojnë momentumin që e kanë në dispozicion, që mund të jap presidentja për me e bo një qeveri qoftë edhe tjetë ndoshta deri në prill ose deri në maj, por që minimum do të mund të luheshin edhe me aspektin elektoral duke gjetur një president konsensual, ndoshta të kalohet edhe opsioni i presidentit dhe të mos ketë zgjedhje në prill në rast se arrin të bëhet një qeveri me 62 numra. Por kështu s'pe konsiderojnë këto ish partitë opozitare, për mendimin tim po e bëjnë shumë gabim sepse duke thyrë në idenë që s'po dojnë me bëj qeveri sepse po rritet një subjekt, në anën tjetër po ndodh diçka tjetër në terren. Çka po du me thonë në fund është që secila përpjekje për me bo një qeveri të përkohshme, qoftë edhe ajo e unitetit që ju kthy Halilit që ka propozuar LDK-ja, në esencë nuk zgjidh kurrë për këto 3-4 muaj dhe nuk mundet me zgjidh, kështu që varianti më i mirë megjithatë mbetet që të shkohet sa më shpejt në zgjedhje dhe të mos kalohet ky muaj dhjetor, sepse ndoshta nëse në dhjetor ma zgjedhet me 14 mund të arrihet ai momentumi që të krijohet kuvende të qeveria të paktën deri në mars edhe të votohet buxheti në mënyrë që në prill të tutit ketë funksionim normal të shtetit. Se çka keti me këto grimasa drenor? Sa s'kam drejta? Jo, se ke ndaluar. Në rregull, Po esenca çka është? Jo, në rregull, më kujtu diçka.